Ju ngjatjeta të nderuar, mbram bota dukej më afër luftës më të madhe në lindjen e mesme sesa afër paqes për të cilën aq shumë po shpresohej. Deklaratat e Washingtonit ishin më të ashprat të thëna ndonjëherë. Lëvizjet ushtarake në xhirin persik ishin reale dhe dukeshin nga të gjitha anët. Në ndecet amerikane me koka bërthamore ishin vënë në tetik, Irani nga ana tjetër kishte hapur të gjitha baterit e raketave supersonike dhe i kishte drejtuar projektilat ka Tel Avivi dhe vendet e tjera arabe të xhirit. Hormuzi sërish ishte kthyer në një përgatitje për një pellg zjarri që do ta diçte rajonin dhe do ta shkallmonte ekonomikisht ekonominë globale. Dhe si tërsi dhe si rezultat, shumë ekspert dhe analist të njohur të botës po përgatiteshin për skenarin e një përballjeje të re të papar deri më tani në lindjen e mesme. Pra, miq të dashur, mbram ka qenë një natë krejtësisht tjetër nga të gjitha netet në mes të këtyre 100 ditëve luftë dhe qetësi midis Amerikës, Izraelit kundër Iranit. Sot, vetëm pak orë më vonë, Donald Trump del para opinionit dhe shokon botën me deklaratën e tij se lufta definitivisht ka përfunduar. Për disa, kjo duket kontradikt, por jo për mua, në asnjë mënyrë, sepse e di 100% se politika ndërkombëtare nuk lexohet vetëm në titujt e lajmeve apo në titujt e artikujve të botuara nëpër portale të ndryshme. Por ajo, politika ndërkombëtare, lexohet në raportin e forcave, në interesat e thella dhe të mëdha ekonomike, lexohet në telefonatat që nuk publikohen dhe në mesazhet që nuk shkruhen kurrë në komunikata zyrtare. Unë të nderuar ju që më përcjellni, unë personalisht, gjatë gjithë këtyre muajve, kam tentuar t'i analizoj zhvillimet atje, pa emocione, pa tifozeri politike dhe pa teori konspirative. Nuk kam qenë as në anën e atyre që shpallnin luftën totale bërthamore si të pashmangshme, e as në anën e të tjerve që besonin se gjithçka ishte teatër dhe e përgatitur nën tavolinë. Detyra e ekspertit, e njohësit dhe analistit nuk është që të zgjedh kamp, por që të lexoj faktet, e përsëris. Dhe fakti është se deri mbrëm rreziku i përshkallëzimit ishte shumë real. Po aq fakt është se sot po shohim sinjale të forta, serioze të një kompromisi diplomatik midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Prandaj të nderuar, nuk kemi të bëjmë këto me dy realitete kontradiktore e kontrare mes vete, por kemi të bëjmë me dy faza të njëjtës krizë. Një, fazën e presionit maksimal që po e bën Amerika, dhe e dyta, fazën e negocimit maksimal që po vije si përpjekje e dyanshme. Këto nuk është në pyetje nëse Trump ndryshoi mendimin brenda natës. Jo, këtë mund të thojnë vetëm naivët dhe ata të cilët nuk i përcjellin politikat ndërkombëtare. Pyetja kryesore është çfarë e detyroi Trumpin që ta ndryshoj kursin dhe të merr këtë vendim që e shpalli sot. Kur shikojmë reagimet e tregjeve, shqetësimin e alatëve arab, rolin aktiv
të Katarit, të Pakistanit, të Emirateve e sidomos të Turqisë, si aleate shumë e rëndësishme e shëbave. Si dhe frikën e krizës së re energjetike, bëhet shumë e qartë se kostoja e luftës do të bëhej shumë më e madhe sesa përfitimi apo fitimi i saj. Dihet, historikisht, luftrat disa herë kanë filluar nga emocioni dhe nga ngacmimet e aty për atyshme, por ato janë dalë nga matematikat. Dhe matematika strategjike e ditëve të fundit duket se i ka shtyr të dyja palët, të gjitha palët e rajonit drejt tavolinës së bisedimeve. Unë personalisht besoj bindshëm se matematika kësaj radhe ishte në duart e Iranit, ndërsa emocioni dhe pamaturia në anën e Izraelit, që e detyroi Amerikën të futej në këtë luftë nga ku po del e turpëruar. Nëse do të dohej të nderuar miq që më përcjellni nga shumë vende të botës dhe nga hapësira shqiptare, nëse do të më dohej mua të jepja një vlerësim të bazuar në burimet më serioze amerikane dhe perëndimore, do të thësha pa hezitim se ne nuk po hyjmë në një epokë paqeje të qëndrueshme në lindjen e mesme, por në një periudhë armëpushimi dhe negociatash intensive të papara në 2-3 dekadat e fundit. Gjëja më e madhe nuk është rikthimi i menjëhershëm i luftës, por as nënshkrimi i një paqeje historike. Ajo që pritet është një marrëveshje paraprake, e kufizuar, e ndërtuar mbi hapjen e Hormuzit, e ndërtuar mbi lehtësimin gradual të sanksioneve dhe natyrisht vazhdimin e negociatave për armët bërthamore të cilat i posedon Irani. Me një fjalë, lufta mund të mos ketë mbaruar përfundimisht, por duket se për herë të parë, pas disa muajve, diplomacia kësaj radhe po ecë shumë më shpejt se raketat shkatërruese. Ajo që ndjej se më bën mua të dallueshëm prej shumë të tjerëve që flasim për problematikat e rënda në botë, e sidomos për luftat në lindje të mesme, është pikërisht se mbaj qëndrim, të cilin e krijoi pas leximit të vazhdueshëm të ngjarjeve atje dhe të ndodhive të reja të cilat për çdo ditë të lume marrin pamje dhe shfaqje të reja. Pra, ajo që më bën të dallueshëm prej shumë të tjerëve dhe që i bëjnë videot e mia të ndjeken me kaq seriozitet nga kaq shumë shqiptar dhe të përkthehen mbase në gjuhë të huaja e të interpretohen në televizione të njohura të botës, nuk është sepse unë e them çdo ngjarje me saktësi absolute, as që kam pretenduar dhe as që pretendoj sot. Askush nuk mund të bëj këtë kur është në pyetje politika ndërkombëtare. E bëjnë vetëm naivët, ata të cilët bazuar në ndonjë shikim videoje apo në leximin e ndonjë artikulli dalin dhe e bombardojnë lexuesin dhe publikun me analiza që as pak nuk kanë të bëjnë me realitetin. Pra, jam i tillë sepse unë përpiqem të shpjegoj logjikën e ngjarjeve, jo thjesht ngjarjet se si ndodhin. Prandaj, të nderuar miq,
as sante këto nuk do të flas me stilin e njohur shqiptar, një edhe një bojnë dy, për t'ju shitër juve siguri, për atje ku në fakt nuk ka siguri dhe asgjë nuk dihet se çfarë mund të ndodh nesër. Nuk jam këto as për t'ju thënë se e di të ardhmen, sepse tek e fundit, Kurani dhe Sunneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam, para 1500 vjete, ja kanë tërhequr vrejtën njeriut që të mos flet me fjalë ose me stil një edhe një bëjnë dy për të ardhmen, sepse të ardhmen përveç Allahut as pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk e ka ditur. Por jam këto sërish duke folur për Iranin, si gjithmonë, edhe sante, atë që mund të ndodh në të ardhmen, atë nuk e di as vet Irani, e ndoshta as vet Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Politikat ndërkombëtare shumë herë nxiten, zhvillohen dhe përfundojnë edhe jashtë parametrave dhe domeneve të përcaktuara edhe nga vet aktorët të cilët janë të kyçur në ato politika. Prandaj miq, kur faktet flasin për luftë, unë flas për rrezikun e luftës. Kur faktet flasin për negociata, siç është rasti i sotshëm, unë flas për mundësinë e paqes. Besnikëria ime nuk është ndaj ndonjë teorie të caktuar, por besnikëria ime është ndaj fakteve të cilat paraqiten para neve. Unë, miq, nuk kam qenë dhe kur nuk do të jam as në kampin e atyre që shpallin çdo ditë. Lufta e tretë botërore fillon nesër, e as në kampin atyre që thonë se gjithçka është teatr dhe asgjë nuk ndodh siç neve na paraqitet. Realiteti zakonisht gjendet në mes të këtyre dy teorive ekstreme dhe pikërisht aty qëndron analiza e vërtetë dhe pikërisht aty qëndron Mustaf Bajrami. Miq të dashur, analisti nuk është profet. Analisti është njeriu që pasi ngjarja ndodh, është në gjendje t'ua shpjegoj pse ndodhi dhe çfarë do të mund të ndodhte nëse nuk do të kishte ndodhur ngjarja në fjalë. Analisti serioz nuk matet me faktin nëse parashikon apo ja qëllon çdo kthese të papritur politike. Nuk shkon dhe nuk duhet të besohen parashikimeve dhe analistëve, pseudo-ekspertëve, të cilët sot e thonë një fjalë dhe pas 1000 ditëve e thonë të tjetrën të njëjtën për shkak se e kanë thonë më parë të parën. Analisti serioz matet me aftësinë për ta kuptuar pse ndodhi kthesa e një ngjarje. Po kthehem sërish në brumin e temës. Mbram, bota ishte në prag të luftës më të rrezikshme deri më sot. Në pyetje ishte lëshimi i kokave bërthamore mbi Iranin. Sot ngjarja gjendja është në prag të një marrëveshjeje të mundshme. Por ajo që ka rëndësi nuk është sa shpejt ndryshojnë ngjarjet kësaj, por ajo që ka rëndësi është sa shpejt jemi ne në gjendje që t'i kuptojmë ato dhe t'ua kuptojmë shikuesve dhe lexuesve tanë. Prandaj, miq, mund të thoni me bindje se ajo që ndodh sot mund të mos jetë para pa mirë dje, por ajo që ndodh nesër
varet shumë nga ajo se si sot ne i lexojmë ngjarjet. Mirë po, në asnjë moment, askush nuk guxon të pretendoj se i aqëllon apo se do t'i aqëlloj se çfarë mund të ndodh për nesër. Prandaj, e them sërish me bindje, unë nuk kam ndryshuar analizën time sepse ndryshova mendimin tim. Analiza ime si Mustaf Bajrami ndryshon kur ndryshojnë faktet. Dhe një gjë e tham me patjetër. Kjo është dallimi midis analizës dhe propagandës që herher i dëgjojmë nga njerëz të ndryshëm. Mbrëm, unë fola për luftën se është gati të filloj, sot ka një atmosferë krejtësisht tjetër. Lufta mund të ketë mbaruar, por ende jo juridikisht, strategjikisht dhe ushtarakisht. Lufta ka mbaruar vetëm si deklarata spekulative të presidentit Amerikan Donald Trump. Nëse është ndalë lufta, duhet thonë edhe këta, Trumpi nuk e ka ndalë atë sepse papritur u bë paqësor brenda një nate. Trumpi e ndali luftën sepse e kuptoi se vazhdimi i saj do ta dëmtonte më shumë Amerikën. Do t'i dëmtonte të regjet, do t'i dëmtonte aleatët arab të Amerikës, do t'a dëmtonte fushatën e tij dhe vetë imazhin e tij që pretendonte se është njeri dhe president Amerikan i marrëveshjeve. Trump mbram vonë deklaroi se marrëveshja e madhe me Iranin mund të nënshkruhet shpejt dhe se negociatat e Hormuzit do të rihapen. Por Irani ende po tregohet i kujdesshëm dhe po thotë se elementet kyçe të marrëveshjes janë në shqyrtim dhe ato janë dy kryesore. A do të rihapet ngushtica e Hormuzit sipas interesave dhe sipas kërkesave të Donald Trump dhe a do të dorëzohet deri në ato masa Irani sa t'ia dorëzoj shëbave pluhurin bërthamor për të cilin ka harxuar hiç më pak se $1 trilion. Pra miq, mbram kum fol për rrezikun më të madh të fillimit të një lufte të madhe. Dhe po, ai rrezik ishte i pakontestueshëm, sepse kur një president amerikan kërcënon me fjalë përfundimtare për goditje përfundimtare, kur Hormuzi mbahet i bllokuar dhe gjithë bota është bllokuar sipas bllokadës së ngushticës së Hormuzit, kur Izraeli kërkon ashpërsim dhe mezipret që t'i nis aeroplanet për ta goditur Teheranin dhe caqet bërthamore brenda Iranit, dhe kur Irani ndalon tankierë të ndryshëm, anije të shumta që kanë arrit në mira, kjo ma miq nuk është teatër diplomatik, apo teatër që në të cilin aktor janë emra të njohur të politikës globale. Kjo është një prag lufte dhe paralajmërim i një lufte shkatrimtare, siç u kërcënua mbrëm Donald Trump. Por, pikërisht në pragun e luftës, ndonjëherë ndodh ajo që quhet diplomacia e minutës së fundit. Dhe kjo nuk është hera e parë. Shumë herë përgjatë historisë, edhe në vitet e fundit, në negociata midis shteteve, në prag të luftës apo për marrëveshje të ndryshme, ka ndodhur ajo që quhet pra diplomacia në minutën e fundit. Lufta nuk është ndalë sepse nuk kishte rrezik, por u ndal
sepse rreziku ishte bërë tepër i madh, shumë më i kushtueshëm se procesi i deritanishëm i luftës. Kjo është ajo lidhja që e bën një teoricien, një analist dhe një ekspert të jetë i kujdesshëm në lidhje me atë që është duke folur dhe në lidhje me parashikimet që her pas here mund t'i paraqes para opinionit. Pyetja që duhet shtruar përveç të tjerave është edhe kjo. Sa është tani reale marrëveshja e shqiptuar nga Donald Trump? Kjo marrëveshje duket si reale në proces, por jo ende e garantuar si rezultat final. E garantuar bëhet atëherë kur të dy palët nënshkruajnë mbi marrëveshje dhe kur fillon implementimi i saj në bazë të asaj që është nënshkruar në letër. Ky rezultat final, unë mendoj se i ka 3 nivele apo 3 etapa. 1. Marrëveshje kemi tani për tani, marrëveshje paraprake. Duket se është më aktuale. Kësi media të ndryshme në Amerikë dhe Evropë kanë shkruar sot, po bile edhe për javë të tëra, për një memorandum 60 ditor të kaluar dhe sot po shkruhet për një memorandum të ri 6 muajsh, marrëveshjeje për mos sulmim midis SBA-ve dhe Iranit. Pra, në sy të parë kemi një zgjatjeje të një armëpushimi, një hapje e lehtë e përzhgallëzuar e Hormuzit, një lehtësim të kufizuar ndaj sanksioneve ndaj Iranit dhe negociata të vazhdueshme, bisedime të vazhdueshme për negociatat bërthamore. 2. Miq, përpara kemi edhe një marrëveshje ta quaj teknike, por jo ende e fort dhe e plotësuar. Ka mbetë të diskutohet çështja e uraniumit, çështja e fondeve iraniane të ngrira nga SBA-ja dhe bota perëndimore. Ka mbetë të diskutohet inspektimi dhe sanksionimi i gabimeve të cilat mund t'i bëj Irani në hapa. Dhe e treta, marrëveshja strategjike afatgjate është ende shumë e pasigurt. Raportohet në media të njohura, në Guardian, në Reuters, në Axios, në CNN dhe BBC, se Teherani nuk e ka konfirmuar marrëveshjen finale dhe se mbetet çështja ende e hapur, bile, ka çështje të mëdha të cilat mbeten ende për të diskutuar. Prandaj miq, Trumpi po e shpalli fundin e luftës, mirë po, para se lufta të përfundon të plotësisht e bëri këtë, sepse në politikën amerikane jemi mësuar, sidomos viteve të fundit, shpeshherë dëgjojmë deklarata të cilat vijnë para nënshkrimit të dokumenteve. Shtetet e fuqishme që e kanë kaçikin e bëjnë këtë. Pyetja kryesore për mua në analizën e kësaj videoje është kjo që do ta citoj. Pse Trump mund ta ketë marrë këtë vendim për ndaljen e luftës? Mund të radhiten disa gjana. Do të mundohem t'i rikujtoj dhe
t'ua ofroj edhe juve për të parë realitetin. Arsyeja e parë është, miq, Hormuzi ditë e ma shumë po bëhej bombë që po shpërthente në dëm të ekonomisë globale. E dini, ngushtica e Hormuzit, e kemi spjeguar shumë herë, është zemra e qarkullimit energjetik botëror. Bile është edhe zemra e qarkullimit të ati materiali me të cilën ne të nesër e hajmë bukën e gojës, pleherat artificiale. Kur ngushtica e Hormuzit blokohet apo kufizohet qarkullimi, çmimi i naftës rritet, sigurimet detareve që kanë mrije tavanin ekstrem, transporti bie për tokë, inflacioni është rrit në shumë vende të botës në përmasa të pa përballueshme. Pas deklaratës së Trumpit, menjëherë çmimet e naftës ranë diku afër 4% dhe tregjet botërore filluan borsat të rriten menjëherë. E dyta, miq, Trumpi kishte nevojë për fitore, jo për një luftë të gjatë deri në shkallëmimin e Iranit. Një luftë me Iranin, unë mendoj, nuk është si një operacion i shkurtër simbolik si në Siri, apo në Venezuelë, apo në ndonjë vend tjetër. Lufta kundër Iranit ka pas shans nga sante, po të fillonte nga mbrëm, po të fillonte sulmi, siç kërcënonte Donald Trump, lufta do të hapej në fronte të tëra në lindjen e mesme. Do si do, në Irak, në Siri, në Libi, në Yemen, Hormuzi gjithashtu dhe shtetet arabe të gjirit do të viheshin në flak. E kjo do të ishte humbja më e madhe e Amerikës që mund ta ketë pasuar ndonjëherë. Trumpi e di shumë mirë se një luftë e gjatë atë dhe Amerikën do ta kthente në një pozicion të cilën as ai vetë e as amerikanët nuk do ta kishin dëshiruar. E treta, miq të dashur, ndërmjetësit rajonal, që kanë qenë shumë të rëndësishëm kësaj radhe, e biden Teheranin se duhet të bëj lëvizjen e fundit para shkatrimit total të Iranit që mund t'i ndodhë nga mbrëm. Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe, Pakistani, natyrisht, Arabia Saudite, e sidomos Turqia, kanë interesat të mëdha që lufta të ndalet sa më shpejt. Dhe këto vende i kanë bërë vazhdimisht presion Trumpit deri mbram para orës 12 që të ndryshoj kursin e vetë dhe të mos ndërmer atë që do t'i diqte të gjithë aty së bashku. Trump vazhdimisht ka folur me lideret e këtyre vendeve dhe se këto kanale pastaj janë bërë pjesë e arkitekturës së marrëveshjes e cila pritet të nënshkruhet diku në Evropë. Aeroplan amerikan janë nisur sot në mëngjes nga vendet e gjirit dhe po vinë në Evropë, aty ku do të nënshkruhet marrëveshja për të bërë ekspozime ekstravagante në qiellin e asaj hapësire si shpallje e përfundimit të luftës dhe si një gëzim i madh i fitores amerikane të Donald Trumpit mbi Iranin. Një arsye e katërt është goditja ushtarake. Miq, deri më tani po shihet se përveç synimit për ta demoluar Iranin, qenë KSHB edhe si një
presion negociues në ditët që po bisedohi. Me një anë goditej Irani, në anën tjetër kërkohej nga ai të ulej në bisedime dhe të nënshkruan të marrëveshje. Sulmet amerikane kanë qenë të kalibruara për të rikthyer levën e presionit në një levë të detyrimit të Iranit për të nënshkruar marrëveshjet. E pesta, Izraeli shihet se nuk e kontrollon plotësisht këtë proces. Ta quaj të një marrëveshje të mundshme midis Shebave dhe Izraelit dhe Iranit. Izraeli është i shqetësuar shumë sepse çdo marrëveshje që e lejon edhe në staza të gjata pasurimin e uraniumit iranian pa inspektim të ekspertëve izraelit do të jetë tragjedi për të ardhmen e Izraelit. Izraeli dëshiron, insiston, e nxit Trumpin dhe lobët e ndryshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ta detyrojnë Teheranin ta dorëzoj uraniumin që e ka të pasuruar deri në 65% dhe që t'i lejohet aeroplanëve izraelit për ta çmontuar dhe bërë rrafsh me tokë çdo vend dhe çdo central energjetik bërthamor të cilën e ka ndërtuar Irani. Izraeli shihet se nuk është palë formale në memorandum ku Netanyahu ka shpreh rezervat serioze mbase dje në mënyrë deklarative ka thonë se Izraeli nuk është palë e kësaj marrëveshje midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, që jep me kuptuar se çfarëdo lëshimi që mund të bëhet nga ana e Iranit, Izraeli e ruan të drejten për të sulmuar. Miq, po e përsëris, bota në përgjithësi, në veçanti lindja e mesme, me theks të posaçëm, Irani mbram ka qenë para momentet më katastrofik. Sot Trump, siç thash, deklaron se lufta ka përfunduar. Por miq, në diplomaci, mos harroni këtë, kur një president thot lufta mbaroi, pyetja e parë nuk është më aty, a mbaroi ajo, por pyetja kryesore shtrohet në kësë raste, në çfarë rrethana e deklaroi atë dhe kush e detyroi atë president që ta thot fjalin lufta mbaroi. Rreziku real i mbrëmshëm sot është kthye në një shpresë të madhe për një qetësi sporadike në lindjen e mesme. Trumpi nuk e bëri këtë kthes, ndoshta nga dobësia ushtarake që e ka SBA-ja, por nga kalkulimi shumë i hollësishëm. Një luftë e gjatë do të diqte rajonin, do t'i diqte tregjet, do t'i shkatron të alatet dhe do t'a dëmton të fort në fushatën e tij. Prandaj, marrëveshja e propozuar tani nuk është ndonjë paqë historike midis Shebave dhe Iranit, por është një pauzë strategjike 60 ditore plus 4 muaj, 6 muajshe, ku Irani shihet se nuk po dorëzohet i tëri, por po kërkon lehtësim, sanksionesh, hapje ekonomike dhe ruajtje të dinjitetit të vet para qytetarëve dhe para botës. Pika më e pakënaqur, apo ana më e pakënaqur këtu ka mbet Izraeli, i cili edhe
pak orë para se ta thoja bëja këtë video, deklaron se dohet të shkatrohet çdo milimetër bërthamor në Iran dhe dohet të mirët nga Irani çdo miligram i uraniumit të pasuruar. Pra, miq, jemi para një gjendje kësaj. Kjo nuk është fundi i luftës Iran-Amerik, nisur kjo luftë nga vitin 1979. Por kjo mund të cilësohet vetëm nata kur Donald Trump vendosi ta quaj armëpushimin fitore të veten, krizën ta quaj marrëveshje dhe tërheqjen nga lufta ta konsideroj si një fitore strategjike e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Juve ju intereson se cilat janë detajet e marrëveshjes së mundshme me Iranin, që Trump e ka shpallur se është gati ta nënshkruaj. 2 pika janë kryesore, miq. Më falni. Trump po kërkon hapjen e menjëhershme të ngushticës së Hormuzit, edhe ato pa tarifa kalimi, dhe 2 në këmbim të një lehtësimi gradual, por të kushtëzuar të sanksioneve amerikane ndaj Iranit. Që të dyja këto pika e kanë bërë Iranin të deklaron pas deklaratës së Trumpit se lufta ka përfunduar, se jo, pritni, ende ka pika për të negociuar. Çfarë ndodhi në orët e fundit mbram? Si erdhi puna të këto? Sipas raporteve, për atë sa ka mujt me i përcjell, ndoshta ndonjëherë edhe prej aty ku lexuest e rëndëmt nuk arrin ti kuptojnë, jo diçka tepër sekrete, por burime që veç janë të njohura nga perspektiva e kredibilitetit. Sipas çatyne informacioneve të nxjerra mbram e sot deri ka ora 1-2 pasdite, përparimi është arrit pas negociatave shumë intenzive të ditës së mërkur, sidomos në mbrëmje, të drejtuara nga ndërmjetësi i Katarit, Ali El Dawadi, me ministrin e jashtëm iranian Abbas Araghchi, dhe paralelisht me këtë duke mbajt kontakte të vazhdueshme, mos të them çdo minutë, me Steve Witkoff dhe Jared Kushner. Jared Kushnera, që apo flitet në Shqipni, që është bëhe ka shumë plohën, e ka shumë poter. Jared Kushner, të më thënë njeri që po luan një rol kyç të ndaljes së njerëz prej luftave më të kushtueshme të Amerikës dhe më të rrezikshme për botën. Kështu, përpjekjet diplomatike të Katarit, Pakistanit, Emirateve, Arabisë dhe Iranit, me gjithë atë që e ka pa vetë Trump dhe administrata e tij, arrihet deri në momentin kur Donald Trump i mburur deklaron se lufta mbaroi, por edhe duke e përmend rolin shumë konstruktiv të Turqisë, të Emirateve, të Pakistanit, të Katarit dhe të Arabisë Saudite. Trumpi e pranon botnisht pra ndikimin sidomos të Turqisë në raportet amerikano-iraniane të ardhshme. Se përse Irani, Shëbaja e shet Turqinë kaq të rëndësishme në këto raporte, mendoj se kam me i shpjeguar në një video të posaçme. Nëse arrihet kjo marrëveshje, çfarë do të ndodh?
do të ketë rikthim i trafikut detar në ngushticën e Hormuzit në nivelet e paraluftës brenda 30 ditësh. Pra, ju vetë vlerësojeni nëse, s'po flasim nga perspektiva e Iranit, miq, nga perspektiva amerikane, vlerësojeni çfarë është kjo fitore e shëbave. Si pas marrëveshjes, të cilën e diskutojnë dhe po analizojnë ekspert, e analistë të njohur në botë, marrëveshja ka të bëj parashe kthimin e trafikut detar në ngushticën e Hormuzit në nivelet e paraluftës. Për gjatë 30 ditëve prej asaj dite ku nënshkruhet 30 ditë. Pa nuk ka qembre që kjo ngushtica e Hormuzit e hapur paraluftës. E dyta, do të ketë lehtësim gradual të sanksioneve amerikane ndaj Iranit, dhe e treta, përjashtime të përkohshme për eksportin e naftës iraniane për 60 ditë. Dhe kjo është pika në të cilën ka ngul këmbë Irani. Se nëse arrihet një marrëveshje dhe nënshkruhet kudo qoftë në botë, ose çdo gjë do të kthehet në pikën 0 me kthimin e parave të Iranit, të cilat mbahen të blokuara në bankat amerikane dhe evropiane, ose çështja nuk do të ecë as edhe një hap përpara. Deri në një video tjetër, mirupafshim.